pse është më i thjesht stand-up? Madje më duket e vështirë sepse je one man show. Jo, nga ana aktimit. Nga ana aktimit, po aty nuk është nevoja të qash që ta shpresh keqardin apo dhimbjen. Thjesht mund ta thuash me fjalë. Okej. Mua po më shkulet zemra, nuk kam nevojë të bëj kështu sikur po qaj që të tregoj që janë që i prek. Dash një shembull goxha të mirë, po nuk ma vlerësua. Po besoj kështu det. Po shiko, ideja është që në stand-up komedi është më e thjeshtë se je vetja, pra nuk futesh në personazh, po mendoj është më e vështirë se duhet të bësh humor me gjëra që janë të kontekstit. Pra nuk ke një skenar aq të strukturuar si rasti i aktorit. Po. Ndërsa me aktorin është e kundërta, që të ndihmon skenari, po nga ana tjetër duhet të kesh aftësitë aktoriale pastaj. Po. Pastaj cila ka të vetën tash çet. E vërtetë është. Po si të shkojnë në ditët zakonisht për te përgatitjes për stand-upet, për ato që ti bën, a ka diçka tjetër paralelisht me cilën merresh? Po, kam një punë të përditshme. Okej. Është gjysmë punë në fakt. Po stand-upi nuk është se më merr shumë kohë nga dita. Është zakonisht kur më godet një ide, thjesht e shënoj, e mbaj në telefon dhe pastaj i rikthehem në darkë ose kur të kem mundësi. Nuk është se na merr kohë nga jeta apo. Pra, ajo çfarë unë kuptoj nga përgjigjja jote është të jesh komedian stand-upi në Shqipëri nuk të bën edhe me para apo jo. Me para. Të jep buk stand-upit themi. Të ardhura të mira sa mos kesh nevojë të bësh një punë tjetër. Në pikën që jemi ne me këtë Comedy Thursday, që jemi 5 top komedian që e bëjmë 2 herë në muaj. Tani ka filluar po jep, po pikon. Okej. Kështu që domethënë s'mund të flas për një tek stand-up komedian që ti them që ore ka lekë edhe këtu. Po ama nëse arrin ta krijosh një gjë, ka. Ama ka shumë pak në fakt vende specifike për është në fillime, pavarësisht se ka shumë vite që bëhet stand-up në Shqipëri, domethënë ka pasur gjithmonë tentativa që shumë herët madje. Që para pandemisë besoj. Po, shumë më përpara pandemisë, po gjithmonë ka qenë shumë, ka pasur një tentativë, pastaj është ndërprerë. Ka bërë dikush tjetër prapë është ndërprerë. Tani sikur po zgjat më shumë, edhe po ngrihet këndshëm. Se kam parasysh Netflix për shembull që shoh ndonjëherë këto stand-upet bëhen në stadiume, kupton, mbushet stadiumi me gjithë fushën. Edhe është andaj kanë arritur nivele kështu të frikshme, po. Disa më pëlqen shumë, nuk e kujtoj dot emrin tani, po është një djalë që bën stand-up, ka një mikrofon që i tjetërson zërin. Ajo është teknikë shumë e veçantë. Ka pëlqyer shumë, po, edhe përfshin edhe mos e bën vetë, mos e bën vetë. Jo, mikrofonin i e kalon publikut, njerëzve prezent aty, i bën një pyetje, ata kthejnë përgjigjen dhe ajo fillon krijon vibracione dhe duket shumë këndshëm. Keni menduar në risi të tillë? Që të krijojë vibracione jo. Diçka që ta sillni ndryshe. Jo, akoma jo, jemi ende te bazat e stand-upit. Duhet të kalojnë sa, domethënë këta të mëdhenjtë e stand-upit thonë që pa bërë 10 vjet, 15 vjet nuk quhesh komedian i vërtet. Është pjesa e përvojës. Pas 15 vitesh besoj se do fillojmë dhe ne me vibracionet e Se jo po imagjinoja çfarë zërash ose çfarë tinguish nxirta i mikrofonit. Unë se pas kam parë këtë nuk e di fare se funksionon. Nuk di si ta gjej tani, po është shumë gjë. Po dëgjoj sa ta gjej Viola. Tani se gjej dot për zotin se s'kujtohet. Po mirë thuaj ti, mic with vibrations, thuaj atë stand-up comedy chat. Ase e gjej me ChatGPT. Me ChatGPT unë. Dgjoj. Ti ke një personazh tëndin që e krijon në stand-up apo je thjesht Besi kuptimin e jetës përditshme ose mendimeve dhe Po, jemi të pestë që jemi, po zakonisht të gjithë stand-upistët këtë kanë që janë vetja. Ose unë kisha kaq shkollë që i bija gjatë komedian, stand-upist më bjerë. Stand-upist ose show në këmbist. Nëse do trajtoje një temë nga aktualiteti shqiptar në këto momente që vërtet meriton vëmendjen më të madhe dhe të jetë në vëmendjen e të gjithëve, cila do ishte? Sa pyetje vështirë. Çfarë shqetëson ty e përkthyer? Që do ta trajtoje, po them. Nëse nuk e ke trajtuar, çështja është çfarë mund të gjej, a mund të gjej një anë humoristike të asaj teme, se tema ka plot që mund të më shqetësojnë, po. Okej. Na thuaj se mbas se t'japim edhe një ide. Po trafikimi i qenieve njerëzore. Sa e rënd. Më shqetëson si temë. Okej, se pyetjen e kështu bëm çat shqetëson.
Ne gjithë na shqetëson kjo, po. Po, unë s'flenatën, domethënë ri mendoj për trafikimin e qenieve njerëzore. Ore seriozisht e ke apo thallësh? Po jo, ore shoh. Jo, unë personalisht jam njëri shumë sensitiv, kështu që Ti je prapë detyrimisht kundër trafikimit të qenieve njerëzore. jam kundër, si mund të jem pro? Po ku di unë, prandaj duhem pyetur njerëzit se si dihet. Po ti e kam? Nuk e di tash çfarë them unë. Abstenon. E zeza. Po, jo, e vërtet, këtë nuk besoj që e sjell dot. E vrasë. Do ishte i çik e egër. Po varet, nëse del diku që pastaj në fund ti thjesht po e sjell si tematik për ta denoncuar, është shumë okay. Shiko, për te shakas, është super temë dhe super përpjekje, ja vlen bara qiran për te shakas. E bëm gjysmë humorin me këtë, po thjesht e futëm si temë për. Prit, jemi gati. Do ta gjejmë. Gjetë vibracionet? Ma gjetën. Mic with vibes. Yes. Can I get a Okay, po. Nëse e dëgjuar. E kam parë. Ashtu që i vendos autotune njerëzve dhe këndojnë kështu. Po, autotune që ka si vibracion. Pa ajo më erdhi aty për momentin. Ke zgjedhur shumë fjalë të mëdha sot për. Nuk e di pse, nuk e di pse. Për fenomene të ndryshme. Shiko, edhe po thoja që është super temë se me çka kemi parë, përgjithsisht stand-upet bëhen edhe me tema të thjeshta që të shkojnë sa më lehtë tek publiku. Po ja vlen paraqiran të bësh edhe tema komplekse, se janë probleme shoqërore në fakt, edhe po e vërtet është. Duhet të gjejmë mënyra ti trajtojmë por e thon thjesht. Për shembull, ju pedofilinë e keni prekur si çështje. Cilat kanë qenë reagimet? Po, ne nuk kurse presim që e ngrem nëse çështje edhe të dyndet policia në. Jo, nuk po themi këtë, por po mirë, domethënë këtë kanë qenë të pakët kanë qenë këta që e marrin për keq që thonë që aty tallesh me fëmijët që vuajnë apo po shumica e kuptojnë domethënë kush ideja kështu që. Tani, do doja vetëm një batutë. Jo, vërtet po më pëlqen. Për ta kuptuar praktikisht se çfarë i bën njerëzit të mendojnë që ti tallesh me këtë. Me pedofilin? Po. Me që që të kuptojmë kontekst, jemi në kontekstin e dosjeve Epstein, për flasim për këtë gjë. Po. Po tash duhet të ndërtoj komplet një set për ose nëse të kujtohet diçka. Nëse të kujtohet, ku diun, një batutë, një gjë situacionale, nuk e di domethënë. Po do të që s'më vjen fare asgjë. Kur të kujtohet e thuaj. Do t'ua them shumë nga hiçi që. Po, mos e që të mos bëj sens fare. Patjetër. Edhe po nuk qeshëm ne. Pastaj është problem edhe ndoshta duhet ta. Zero ajo vrimajse. Stand-upi ka këtë që nuk është thjesht një batutë, duhet ta ndërtosh një. Domethënë zgjat 2-3 minuta një temë që flet. Te fillon e ndërton pak, e fut në gjendje dhe pastaj del atje ku do të dalësh te goditja e fundit. Zakonisht çfarë moshash vin për t'i parë stand-upet? Po standardin 25-35 e kemi. Okej, 25-35. Ishte shumë specifike kjo që thash, duke sikur jam fundur, kam kërkuar sa vjeç janë, po. Po edhe mund ta bësh se në fund ditës është audienca jote. Po. Kështu që ne Viola jemi in. Po si grup si jeni bërë bashkë, pra si gjetët njëri tjetrin, diçka që ju lidhte. Po pak a shumë njiheshim kështu, jo nga shoqëritë për bashkë ose kishim parë njëri tjetrin lart e poshtë. Dhe në fillim e bënim nga pak, kështu secili me vete. Vetëm pastaj njërit Leos që u kujtua tha, pasi kur ta fillojmë ta bëjmë një gjë të qenësishme të jemi të gjithë bashkë dhe ai na kontaktoi, ta mblidhemi ta bëjmë kështu dhe ja ku jemi sot që se merri për të shti. Ju mblodhi ai. Na mblodhi. Ti je nga Korça? Nga Korça. Okej, nuk e di pse, po se e thash edhe në fillim përpara se të futeshim në kinotek, vazhdon ajo të shtima sillet rreth rrotull. Po më gënjeu do thoshte, një shqiptar tipik. Çfarë po thoja më? Po. Për Korçën, që do ta quajmë nga tani e tutje, Korçën kinotek ose kinotek në Korçë. Kinotek të Korçët. Çka keni ju korçarët, mos që jeni kaq të shpërndar në fushën e artit? Ta ka thënë Ariani të do të gjejmë burr prej Korçën. Jo, faleminderit. Ta ka thënë. Mirë.
Po pse çka kanë burrat prekoçe, pse Jo, se me dhe mek që janë më të mirë pra në këtë ide. Unë fakti që i Edhe me që kemi kaq shumë korçar këtu vërdall, e po kupton? është mirë. Po mos e s'dua të ikin në Amerikë për sot. Okay. Çfarë tash i bllokuan dhe vizat ata shkon dot kot. Edhe një gjë të mirë që kishim ne korçarët se kemi më tash kështu. Ju harën çmimit. Po më duket se e kemi më shumë nga kjo mburja që e kemi edhe ne korçarët dhe shkodranët, që mburemi që ne qyteti i artit, qyteti i letërsisë. Kush mburret më shumë? Po njësoj janë. Se shkodranët sikur e kanë pak më të theksuar këtë. Janë çik si me mendje mdenj shkodranët, kështu thuhet të paktën po. Po të dyja palët mburren shumë, edhe ndoshta brezat e rinj e ndjejnë kështu si presion që duhet të merremi patjetër me art nëse i kemi brezat e kaluar artistët të mëdhenj. Është kështu si presion shoqëror. Mendoj unë që ndoshta kanë ndikuar çik në ndërgjegje kjo gjëja që se është e vërtetë që ka Korça Shkodra kanë nxjerrë E vërtetë është. artistë po. Se mos e di unë çfarë kanë nxjerrë qytetet e tjera, po që me këtë që di Po, Pra, besoj janë dy nga qytetet që kanë kultivuar më shumë. kanë prurje po. Ndihet kështu si presion që duhet të jesh i mirë në ca gjëra, po themi. Po edhe kur rritesh për shembull unë mbaj mend që i vogël, mbaj mend që luanin këto njerëzit serenata. Kudo që shkoja kishte pianet që luanin serenata. Kuptoj se ne në Vlorë luani me kallash, por ju pas keni luajtur pas qytetet e tjera zihen me kushta zakonisht ose kurse. Unë jam gjenerat tjetër, kështu që si kuptoj atë. Secili luan me mjetet e tij. Qyteti nga pianetët duket, po kënduan Janë mirë, janë të areshëm. Po më nxerr pastaj është problemi i madh. Nuk e kisha menduar ndonjëherë, por që ka interesante. Tani Si e ke pijen? E ke me sherr kështu? Jo, unë jam në fakt as këndoj, po e kam pozitive. Okej. Thjesht bëhem më lafolog. Jo të gjithë bëhemi më lafolog kur pim. Pas të rritet vetë besimin. Është. E si ke vërtetë është. marrëdhëniet me alkoolin? Po mirë, kështu do të pi me raste që zakonisht janë të shpeshta, po. Po me raste. Të duhet përpara shfaqjes për shembull të pish nga një gotë. Po në fillim po, e kisha bindur veten që më duhet se më çliron, po pastaj me kalimin të zgjidhet gjua. Është kjo ideja që të zgjidhet gjua. Po, me kalimin e kohës tani jam më i sigurt në vete dhe nuk mendoj që më duhet daj shumë, sa ç'mendoj atë shtitash më. Mos na lërë kështu. Se jam edhe unë kur do të shtihes. Nuk po vjen. Nuk do të vi. Mirë kur të vite, mos është ty. I vetvetja. Vetvetja që thonë, ajo është e rëndësishme. Bez, ty kush të ka frymzuar në këtë pjesën e stand-upit? Një stand-upist ose një opinion? Për stand-upistin Louis C.K. e kam kështu që kur e kam dëgjuar atë më është hapur një horizont i ri në jetë që nuk e dija që ekzistonte. Se ishte nivel kështu, domethënë s'kisha para të lloj nivel humori. Edhe nga ai e kam besoj se ai më ka frymzuar më shumë nga të gjithë. Pastaj zbulova edhe të tjerë, normalisht e ka shumë që janë vërtet shumë të mirë po. Po ky Louis C.K. është tani që unë mos bëj kot sikur ja kam iden këtyre se thot Besi ai un po ai është. Me shumë gjaza Besi, domethënë nuk e di pse tani po më shkon te mendja na. Unë s'e kam iden fare. Na shpiku një emër tani, unë duke menduar këtë. Tani të reagojmë apo mos ta japim. Ai sidomos po edhe ai tjetri, unë s'e kam iden fare kësaj gjë. Është stand-upist britanik amerikan. Se stand-upin amerikanët e kanë shpikur në fakt. Domethënë gjën më të mirë që ka bërë Amerika stand-upi është. Edhe sklavëria, jo. Po që vërtet stand-upin ata e kanë. Mirë, sklavëria u hoq, shpresojmë të mos hiqet dhe stand-upi. Jo, stand-upin do ta mbajmë edhe një. Jo, mos sklavëria vazhdon. Ti sa kërkesa kam unë nëpër rrjetet e mia sociale. Çfarë kërkesash ke më, jam? A do sklav? Këta që të pika, qyqja thash. Po thash çfarë kërkesash kishe më, jam. Edhe besoj gjitha gocat, kështu që ka akoma treg. Po, edhe në Amerikë kështu kanë funksionuar, ju shkruanin ata do sklav, i silin me anije pastaj. Sa humoristik. Ideja është dua të bëjmë skllavyt, mesazhe të tilla. Do sklav. Tani kjo ishte në kuadrin e batutës. Po, patjetër, Batistutës, po. Pra, ky është amerikan, është i vjetër, është i ri. Louis C.K. Po, okay. Është i vjetër, domethënë vazhdon ende apo është i viteve më përpara? Tani ka tranzicionon në shkrimtar, ka bërë një roman dhe me që kam parë dhe që kam dëgjuar se kam lexuar vetë, po thonë që është shumë libër i mirë, po
Kur të vira ata do ta lexoj. Do ta lexosh apo edhe do video them që shikoj kishte të mirë të tipin. Jo, do ta lexoj. Do ta lexosh vërtet? Po, patjetër. Se duket sikur gënjen. Po jo. Pse do duket sikur e tha kot këtë, domethënë s'kam plan që ta lexoj fare. Do bëj një ese, do t'ja uçoj që për me librin që kam lexuar. Me përmbajtjen e tipit. Dhe ne do vlerësojmë natën. Po. Na trego pak për historinë e stand-upit, me që nisëm nga Amerika. Si ka qenë si kulturë, për ne që nuk dim shumë. Edhe me gjithmonë jemi të interesuar tash në këtë pjesë. Po E kishte gati batutën, besim. Nuk e tha. Na e kurseu. Jo, unë s'marr shumë vesh edhe jam duhet të diore. Jo, unë seriozisht e pranoj, jam ignorante për këtë fushë, nuk. Ore dalës unë se di për vete. E hoqet edhe me njani, nëse din fol ti tash, më nga ta dia, po nuk është se besoj edhe nga vitet 60, më duket ka lindur tamam me këtë që me të kohën e mafias italiane që me domethënë atë periudhën e Frank Sinatrës edhe këtyre Dean Martin që ishin se këta përveç se këndonin e kishin me qejf të madh edhe komedin shumë edhe aty në për to kazinotin për to filluan këta komedianët e parë që filluan po dalloheshin shumë edhe po bëheshin kështu tip rockstarësh. Edhe që atje pastaj besoj ka filluar kjo pjesa e mafias që kanë ngelur çik mbrapa, po nuk u zhvilluan të dyja. Komedia ka ecur. Rëndësika që ka ecur komedia. Po. Pastaj pjesa e mafias. Po që nga e hershme vitet 60. Po ndoshta edhe më hershme do të jetë. Unë mendova se do ishte tani pas viteve 2000, po them, me vjetër. Ka goxha. Mbase pas viteve 2000 ka ardhur në Shqipëri se. Po, jo, edhe në Shqipëri ka ardhur. Po, atëherë po. Rreth atyre viteve kam përshtypjen. Në 2003-in kot, as e kam biden. Tani, çfarë do thot konkretisht stand-up? Pra, nëse po themi në një show humori, siç ne kemi pasur këtu në Shqipëri, del një aktor i cili rrëfen një histori dhe përpiqet të bëj publikun përqeshur përmes saj, po një herë azjedhe të godas një fenomen të caktuar. A shuhet edhe kjo një stand-up komedi apo duhet jetë e destinuar vetëm për atë qëllim? Po jo, kam përshtypjen që thjesht kjo stand-up ka ardhur vetëm nga qëndrimi i komedianëve, që janë në këmbë, në skenë dhe nga kjo ka ardhur stand-up komedi. Është kaq boshe si gjë, domethënë nuk është se ka ndonjë gjë pas. Sa thjesht janë gjërat në jetë, pse i komplikojmë ne apo jo? Nuk është se është ulur njëri në natë dhe ka menduar çfarë si mund ta quajmë diçka të thellë stand-upin, po një rob që vjen në këmbë dhe po e ngjashme. Po nëse rri ulur si quhet? Si down comedy. Si down. Cila është shfaqja që ka zgjatur më shumë? Sa zgjasin zakonisht? Po e jona apo në përgjithësi thua? E juaj në këtë rast. Po e jona varet sa njerëz jemi, kur jemi sa komedianë jemi. Kur jemi vetëm ne të pestë, një orë gjysmë besoj. Plus edhe pushime dhe diku tek çerekor 20 minuta nga secili. Po, aq bëjmë secili çerekor. Aq është standardi. Po si i ndani temat me njëri tjetrin për çfarë do flisnin sot? Po nuk është se i ndajmë, thjesht vazhdoni. Bën secili të veten edhe. Po kështu publiku ka pasur raste që është përfshirë. Po ka raste, po nuk jemi akoma aq të komunikueshëm me publikun, jemi pak kështu. Ose mbase jemi ne pak të turpshëm ne shqiptarët, ë? Po ne pak të turpshëm, ne pak të paaft, edhe pak të paaft. E pas edhe ta bësh të komunikimin me publikun nuk është edhe aq e thjeshtë, domethënë, kështu që ne tentojmë nga pak sa t'ja marrim dorë. Përse njerëzit që thon, atë që ndjejnë realisht, nuk po them që kjo është detyrimisht e vërteta, po ti thua atë që mendon realisht, modestisht, pa filtra, pa amplifikator. Mirë. Mos u skuq tani. Mos u skuq. Ore a ka ndonjë temë që nuk do bëje gjë për, e ke tabu në kuptimin. Për shumë arsye, po them. Jo. Pra, do ishe i hapur që të flisje për çdo çështje, për çdo temë. Po. Domethënë për aq kohë sa nuk është kështu me dasha keqësi që e bën. Ja, patjetër, nuk po flasim për dasha keqësi, apo për kur të kështu çdo temë mund të. E kam fjalën kështu për tema të cilat mund të mendosh që mos më heqin nga puna, mos më, pastaj kjo nuk është në dorën time, është atyre të punës, po që. E kuptoj. Po që tani s'më ka ndodhur domethënë që të heq ndonjë temë se kam hall se si do reagojnë palët e dyta apo ku di. E kuptoj. Do të kam rastisur edhe me fasje, s'kam patur punë të tilla që mund të ndikojnë, po.
Çfarë ti bësh tash? Se është me rrezik që të flasësh për çdo gjë. Jo, ashtu se po ti je për shembull në një punë zyre, punë shteti, dhe të dalësh të bësh humor me shtetin. Qeverinë në fuqi, normalisht do të riqesh, do thotë dalë se duhet të ushqej fëmijët, po. Edhe kështu dalu bek se ka endek i thonë ata.